Përshëndetje, përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po ritakohemi sërish edhe ditën e sotme me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të nisur ditën ton maraton për të ndarë lajmet edhe ngjarjet më të fundit nga jeta e artistëve, por njëkohësisht edhe fermerëve tanë. Do të nisim këtë ditë, këtë ditë të gjatë komentimesh, me një përmbledhje të ngjarjeve se çfarë do të ndodhë sonte në Ferma VIP. Sonte është prajmi i radhës, sonte është edicioni i radhës. Tensionet janë rritur, loja sa po shkon bëhet edhe më egër, strategjit janë pothuajse çdo ditë më të reja, strategjit janë pothuajse çdo ditë me më shumë pikpyetje dhe pyetja që më së shumti po bën publiku është se çfarë vendimesh do të merren sonte. Ne realisht në ditën kur u dha zarfi i dënimit për Ilirin, Zhakun dhe Mimozën, ku në këtë rast Iliri dhe Zhaku kishin thyer rregulla në fermë duke mos respektuar vendimin e Agajit, që në fakt në një format siç është Ferma apo Big Brother, vendimet e Agajit apo vllaut të madh janë shumë të rëndësishme. Janë vendime që duhet me patjetër të i respektohen, jo të respektohen, po të respektohen, sepse janë qëllimi i kësaj është një botë. Kjo është një botë, imagjinoni Agaji për to është Zot. Dhe ai vë rregullat, është ligji, është kushtetuta. Dhe pikërisht, po të thyet kjo kushtetutë, shkatërrohet gjithçka. Dhe në këtë rast, Iliri dhe Zhaku kishin thyer jo një dhe dy rregulla që kemi parë ne, që Iliri dhe Zhaku kanë kaluar gardhin, kanë shkuar tek banaku i pishinës së Lori së kafes që pinaton falni, kanë shkuar, kanë marrur ushqime, por ato kishin hyrë dhe në pjesën ku mbahet prajmi. Kishin hyrë dhe tek ferma tjetër që aty banorët ku pozicionohen ku mbahet prajmi kishin marrë lëngje, ujë edhe pije që banorët pinë gjatë kohës kur transmetohet prajmi. Një video që tashmë është transparente në Instagram, është postuar nga produksioni, që sonte do të merret një vendim konkret kundërdrejt Ilirit. Ka patur shumë pyetja, do të dënohet edhe Moza, sepse ka qenë në të njëjtin grup. Tani, nga mënyra se si Arbana e tha atë ditë, shpjegimin, i bie që ato do dënohen si grup, por duke e ditur që Mimoza ka një lloj dashurie të madhe jashtë dhe duke e ditur që Mimoza nuk ka thyer asnjë lloj rregulli, por përkundrazi ka respektuar rregullin e madh që Agaji e dha për banorët në fermë, unë jam i bindur që Mimoza nuk do të kaloj në asnjë lloj dënimi, nuk do të kaloj në asnjë lloj përjashtimi, nëse mund ta themi, me vendim që ta dëmton atë. Tani, sipas rregullit, sonte duhet të përjashtohen Zhaku dhe Iliri, sepse Arbana në një prajm më herët tha që kjo është hera e tyre e fundit që bënin gabime. Dhe në këtë rast, duhet të përjashtohen ato tashmë nga ferma. Unë mendoj që Iliri dhe Zhaku janë shumë të rëndësishëm në fermë. Iliri njëherë përflitet që ka dhe sponsorin. Një nga sponsorat kryesore ka Vjerin e tij, nëse nuk gabohem, të paktën kështu janë zërat, nuk kanë një fakt të kësaj gjëje, janë thjesht zëra. Unë nuk dua të besoj që kjo gjë do të funksiononte në fermë, sepse Eduardi ka thënë që derisa unë jam regjisor, unë në asnjë format nuk do të kisha marrë një familjar, nuk do të kisha marrë një mik të afërt, nuk do të kisha marrë një njeri që unë kam raporte, por kjo mbështetja kundërdrejt Ilirit, respekti kundërdrejt Ilirit që ka dhuruar produksioni dhe Arbana gjatë prajmit dhe toleranca që janë bërë, sepse tek Iliri janë bërë toleranca shumë të mëdha, atëherë tregon që ka një lidhje pak më të fortë se sa ajo lidhja që ne mund ta besojmë fermer dhe produksion, shkon përtej saj.
Tani çfarë vendimi mund të merret sonte? Sonte mund të hapet një televotim që mund të digjet vetëm zhaku, do me thënë ta çojnë Ilirin dhe zhakun kok më kok. Mendoj që produksioni nuk është i kënaqur nga zhaku, sepse produksioni kishte tjetër sistem të lojës së zhakut. Produksioni futi zhakun brënda në shtëpi, duke qenë dhe ishte opinioniste më hershme, nuk ka ndodhur kjo ndonjëherë në një format. Do me thënë e futi vetëm për faktin që ta godet mimozën, do me thënë të ketë luftëra me mimozën. Zhaku filloi javën e parë dhe në momentin që Zhaku filloi javën e parë kur hyri u bë e preferuar te produksioni, sepse ja shiste materialin, do me thënë e shiste fermën. Por në momentin që Zhaku u kthye tashmë një mike shumë e mirë me mimozën dhe dhurojnë atë energjinë pozitive, unë mendoj që dënimi i natës së sonte nuk do të jetë përjashtimi i Ilir Shaqirit, sepse nuk e bëjnë dot këtë gjën, do me thënë që ta përjashtojnë Ilirin. Arbana edhe në prajmin e kaluar tha që Iliri është së bashku me mozën janë dy polet e fermës, do me thënë që nuk bëhet kjo gjë, por mendoj që mund të hapet një televotim i cili do të çojë në një televotim kok më kok Ilirin dhe Zhakun, ku si pasojë të këtij televotimit do të përjashtohet Zhaku ose më e dhimbshmja që mund të jetë, atë që ne gjithmonë e kemi folur, mund të ndodhë që të bëhet edhe ulje e çmimit sonte, gjë që besoj do t'i acaron, do t'i revolton dhe do t'i godet banorët, sepse një përjashtim natën e sonte, më falni, një përjashtim nuk është zgjidhja më e duhur se sa për shembull në këtë rast një ulje e çmimit, Ulja e çmimit do t'i godiste edhe më shumë, sepse në fund të ditës këto banorë kanë hyrë për t'i marrë ato 200.000 euro, por nuk kanë hyrë për të ulur çmimin gjatë gjithë kohës. Por nëse kjo është strategjia që Iliri e di shumë bukur se çfarë mund të ndodhë, atëherë kjo është e qëllimshme e gjitha, që do me thënë pasi që dihet që mimoza ta fiton çmimin, bëhet ulja e çmimit. Unë kështu e shoh prajmin e natës së sotme, e shoh një prajm të mbushur me shumë dinamik, e shoh një prajm të mbushur me shumë pikpyetje dhe me zëra që Iliri nuk do të largohet, edhe pse Arbana tha që nuk do të ketë toleranca, por mendoj që ajo që mund të digjet është Zhaku ose goditja më e madhe, do me thënë përfshirja në këtë rast ulja e madhe e çmimit që mund ta bën situatën edhe më tensionuese, edhe më nervoze. Ky është këndvështrimi im që unë e shoh këtë fermë dhe i shoh situatat në këtë fermë, më thënë e shoh shumë të tensionuar gjën. Dua të marr mendimin tuaj, si e shikoni ju këtë ngjarje dhe si e komentoni në fakt ju këtë ngjarje me atë se çfarë sonte do të ndodhë.